A konsiderohet kaderi imponim? Gjojni me vëmendje. Së pari, para se dalim të imponimi, ne shpjegum 4 shkallët e përcaktimit, që ishin dija e Zotit, atë që dinte e shkroj, dhe ajo që shkroj me fjalë, çfarë? Do të zbatohej. Do të zbatohej se Zoti detyroi apo thjesht e dinte se çfarë do veproje? E dinte se çfarë do veproje. Dhe ky dija e Zotit pastaj praktikisht për ne si krijesa do të fillonte me krijimin ton, derisa të vi fundi jon. Në rregull deri këtu? Atëherë shkrimi i Allahut quhet caktim. Duke qenë se shkrimi asaj që dinte dhe shkroi quhet caktim, nuk mund të themi dot kurrë që është imponim. Nuk është se Zoti e shkroi që ky njeri do të jetë në zjarrin e xhenemit sepse kështu du unë. Jo, Zoti ka urdhëruar me shku në xhenet, nuk ka urdhëruar ty me shku në zjarr, po ti e zgjodhe vet atë çështjen. Atëherë, nëse do dal një person, një krijesë dhe ditën e gjykimit, do të thot, kur t'japi llogari Allahu xhelle xhelalu, do t'i thot Allahu subhanahu wa taala, pse se fale namazin? Pse ke vjedh? Pse ke grabit? Pse ke bërë zullum njerëzve? Ai do thot, ja Rabbi, o Zoti im, ti vetë ke shkruajt për mua për me qenë hajdut. Ti vetë ke shkruajt për mua për me lan namazin. Duke qenë se ke shkruar, atëherë pse po më kërkon llogari mua te kjo çështje? Ati jepet përgjigje në këto dy mënyra. I thot, ti ku e di kaderin e Zotit? Ku e di e ti se çfarë ke shkruar Allahu për ty? Ne e dim që Zoti e ka shkruajt përpara se çfarë do të veprojë njeriu. Thjesht e ka shkruajt dhe shkrimi nuk quhet imponim, por çfarë quhet? Caktim. Edhe fjala caktim tashti nuk duhet kuptuar në aspektin e imponimit, por duhet kuptuar në aspektin e diturisë Allahut xhelle xhelalu, i cili i shkroi gjithçka që ai dinte. Thjesht shkroi. Për shembull, unë do ta shpjegoj edhe më pas inshallah, por përgjigjja e parë ishte që ku e di e ti se çfarë ka shkruajt Zoti për ty? Ti e morre vesh se çfarë ka shkruajt Zoti për ty në përfundim, ama në fillim nuk e dije. Ne dim shumë mirë që mund bëjmë një lloj gjunahi, ama ky gjunahi do të na mundojë neve dhe do të na rëndojë aq shumë sa të bëhet zakoni yni dhe ne të vdesim me këtë gjunah, apo ndoshta do të falim namaz, do të veprojmë një punë të mirë që e kënaq Allahun xhelle xhelalu dhe ky do të bëhet zakon i përhershëm i joni dhe ne të vdesim me këtë zakon të mirë. Ne ndoshta në momentin e vdekjes nuk do të jemi aq të rëndë me fjalë sa nuk do të dim. Nëse do vdesim me logjikën tonë, se ndoshta mund të vdesim me kokër plumi, mund të edhe me aksident makine, edhe me mbytje, edhe me rënë nga pallati dhe njeriu nuk ka kohë të fare të menojë se ku ja mund të shti. Vetëm ditë gjykimit ose në natën e varrit që quhet fare natë e varrit, po, në pyetjet e varrit do të kuptoj se çfarë është shkruajt në kader për ty. Ti se dishe fare gjatë jetës. Atëherë si e kupton ti? E kupton nëpërmjet përfundimit tënd. Dhe i thuat, ti ku e di se çfarë shkruajti Zoti për ty? Ndoshta Zoti ka shkruajt, po, e ka ditë domethënë që ti do të jesh hajdut një herë, 2 herë, pastaj do të pendohesh. Domethënë ke kohë më punu. Domethënë ke kohë të bësh burr i mirë. Domethënë ke kohë me fjalë që namazet me fjalë mos i lëm më masdore, por fillo ta falësh 5 vakte dhe mos neglizho me namazet e kështu me radhë. Domethënë ti nuk e dije se çfarë dinte Zoti për ty, pra se çfarë ka shkruajt Allahu subhanahu wa taala për ty. Dhe e dyta, Allahu xhelle xhelalu veç shkroi atë që dinte. Nëse unë do të shkruaj diçka për shembull që Usama duhet të ri këtu nga fillimi i ligjëratës deri në fund dhe mos lëvizi fare, ai s'është tash këtu ka ik, nuk rrin dot. Dakor. Nëse unë që e them që ai do të më hele shkruaj me urdhër që të them për shembull ta zëm një vëllai këtu që maje me zor aty. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh që unë e kam shkruajt me imponim që Usama të ri aty. A nëse unë thjesht e kam shkruar dhe s'kam imponu dikë, atëherë çfarë do ndodh? Një ku e ke Usamën tash i fel veni është bosh ka ik. Pse? Sa i vepron me dëshirën e vet dhe me imponim. Allahu xhelle xhelalu e dinte që Usama do të çojë nga vendi dhe atë që të çuarën e tij nga vendi e ka shkruar vetëm kaq. A nëse do ta kishe shkruajt pasaj që në momentin që ai do të çohet, i thot me lekëve majni me zor aty dhe ai s'duhet besoj, por duhet shkojë në mosbesim, atëherë ky quhet imponim. A thjesht e dinte dhe shkroi dhe asgjë më tepër, është kjo përgjigjja e dytë që i thotë atij. Pastaj është ajeti kuranor thotë la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allahu xhelle xhelalu nuk pyetet për atë që vepron ai, por ju do të pyeteni për atë, për veprat tuaja. Tani ose më vjen
për çështën e kësaj do shpjegoj edhe një shembull praktik. Jemi shpjeguar dikur më fjalë disa e din. Një mësues në klasën e tij ka disa nxënësa. Ose mund të themi 2 nxënësa ose më shumë. Dhe din shumë mirë që gjatë gjithë vitit u ka dhënë mësime të gjithë atyre. Dhe ka parë me fjalë që filani kanë mësuar, dikush më mirë, dikush më pak, njëri ka marrë 9, njëri ka marrë 8, njëri ka marrë 7, njëri ka marrë 6 shumë rradh. Usama nuk ka mësuar fare. Nuk është mësim. Ka ka luajt futboll, ka gjyt me llastike, ka bë këtë, ka bë atë, çfarë rëndësie ka? E rëndësishme që ai ka vepruar diçka jo konform të asaj që ka urdhëruar mësuesi. Edhe në fund i jepet një provim për të gjithë. Bëhet një provim për të gjithë. Edhe e din shumë mirë që ai jo vetëm që s'ka mësu, por edhe librat si ka hap fare. Domethënë pak më së shmënu fare as me pa as titullin dhe as indeksin mas librit, që mu fut si themi në tafti baftin provimi i fel. Më shkruajnë kështu me logjik në diçka. Fare vetëm jashtë kanet. Mësuesi çfarë bën? Nuk i tregon asnjënit. Në formë të parakoshme shënon fjalë që Usama është ngeles. Not negative. Edhe u futën gjithë në provim. Dhe faktikisht ngeli. Tani lind pyetja. Mësuesi e dinte që ai s'ka mësuar normal, që e ka pa vet. Allahu e dinte para se të krijonte krijesat. Ne po flasim për krijesat tash që është shembulli është akoma më rëndom. Atë që dinte shkroi, ky do të marrë notë negative, ky nuk e kalon klasën. Tjerët normal që njëri më pak, njëri më mirë do të kalojnë që të gjithë do të kenë nota të sipas mësimit që kanë vepruar. A guxon tani Usama dhe të vi, pse dishe ti për mua që unë s'kam mësu dhe pse shënova aty? I ka bo zullum mësuesi nxënësit? Jo vallai se ka bo kurrë. Ai atë që dinte thjesht shkruaj asgjë më tepër. Nuk guxon kur të vi tani Usama dhe të thotë mësuesit më fjalë, atë që dije për mua pse shkrove. Më mirë mos ta kishe shkruajt fare. Edhe ne nuk e pyesim dot Allahun, siç është ajeti kuranor, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Zoti nuk pyetet për atë që vepron. Mi fjalë atë që e dinte Allahu e shkroi. Atëherë do i thosh Zotit, o Zot, pse dite ti për mua këtë? Nuk e themi dot me fjalë, ne jemi atë që nuk dalim dot nga dituria e Allahut, ama nuk ka imponu Allahu subhanahu wa taala kur ty të kalon në dëshirë. Tani shikoni që të mbyllet krejt, që të kuptohet më së miri me një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Aliu radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në njërin prej ditëve të mbledhur sahabeve aty në xhami u thot: Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-janna. Çdo kujt prej jush, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i është shkruajt thot nga Zoti, Zoti ka shkruajt vendi i tij në zjarr dhe vendi i tij në xhenet. Formë të preme. E ka shkruajt Allahu xhelle xhelal, do të thonë çfarë? E dinte se kush do meritoj zjarrin dhe kush do meritoj xhenetin. Kjo është parimisht. Mirë po sahabët çuditët që e pyetën. Shikoni ça pyetje kanë bërë. Me vëmendje se kjo është shumë e rëndësishme. Madje këtë hadith mënesh me marr me supermenç. Marra punë. Çiçi thot? Qalu ya Rasulullah, o i dërguami i Allahut. Thot: "E fala natakilu ala kitabina?" A të mbështetemi ne thjesht të shkrimi, domethënë nëse Zoti ka caktuar, në kuptimin që e ka ditë dhe ka shkruar, kjo quhet caktim pra. Atëherë ne s'po punojmë fare. Po rrim. Kur të vi vdekja, atëherë po shkojmë o djathtas ose majtas. Bim shkurt fare, s'kemi pse punojmë, s'kemi pse falim, s'kemi pse agjërojmë anikni. Shkoni tash, thot pastaj wa nad'u al-amal dhe ta lëm pra punën, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Punoni thot, se secilit prej jush, gjoni me vëmendje, punoni, sepse secilit prej jush do t'i lehtësohet vepra e tij për atë që është shkruajt. Pra për atë që ka ditë Allahu për te. Do me thonë, ti e din se çfarë ka ditë Zoti për ty? Jo. A mund ta kuptosh? Po. Kjo është rëndësishme. A e din ti se çfarë ka shkruajt Zoti për ty? Jo. A mund ta kuptosh? Po. Si ta kuptojmë? Nëse ti vepron një punë të mirë, po kupton që Zoti ka shkruajt ky do veproj mirë. Nëse ti vepron një punë të keqe, po kupton që Zoti ka shkruajt për ty punë të keqe. Zgjedhin të e mira dhe keqja, atë imponoi kush apo shkove vetë? Shkove vetë. Pejgamberi alayhi salam do t'i tregoj sahabeve, s'ke pse e lën punën, fale namazin, jep zakatin, agjëroje Ramazanin, vepro punë të mira që kënaqin Allahun, dhe ti nëse nuk e dije më parë, avash je duke kuptuar që Zoti pas ka ditur për ty dhe ka shkruar me diturinë e tij të pakufishme përpara se të krijonte, pikërisht që ti do të jesh njëri i mirë. Do ta falësh namazin kështu më radh. Atëherë njeriu, shikoni çfarë xhevapi ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, që të
se mund të thotë në njëri për mirë, pa edhe kjo sikur ka akoma pyetje, një lloj pikë pyetje. Shikoni tani se çfarë ka thënë pejgamberi, s'ka marrë me kaq fjalia. Thot punoni me fjalë sepse çdo njeriu do t'i lehtësohet veprimi për atë që ka ditur Zoti, për atë që ka shkruar Allahu subhanahu wa taala. Thot amma man kana min ahli saada fayuyassaru li amali ahli saada. Ai thot që është shkruar pra që ka ditur Zoti që të jetë nga njerëzit e lumtur, do t'i lehtësohen punët me punë të mira. E kundërta, ai që Zoti e ka ditur për të dhe ka shkruar pra që ky do të jetë nga njerëzit e qinj, atëherë ky do të veprojë ato veprime që do të shkojë me fjalë si mas veprat e këqija që do të meritoj do të mendoj zjarrin e xhenemit. Tani shikoje mas kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka këndu 2-3 ajete kuranore. Gjoni se kjo është kulmi tash për me kuptuar mesela. Thot: "Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Thot Allahu në Kur'an, pra që ta shtjellonte krejt këtë çështje delikate, pejgamberi alayhi salam i këndoi sahabeve këto ajete kuranore. Thot, për sa i përket atij i cili i jep vazhdimisht, domethënë është bujar, wattaqa, dhe mundohet të ruhet nga e keqja, ai me dëshirën e vet, wasaddaqa bil husna, dhe fillon të tregohet i bindur dhe besnik në çështjen më të mirë, po bëhet fjalë për udhëzimin dhe islamin. Çfarë thot? Thot vetë Zoti në Kur'an, fasanuyassiruhu lil yusra, ne do t'ja lehtësojmë çështjen e tij për me shku tek e mira, të më e lehta. Kur e thot Zoti këtë? Kur njeriu fillon të zgjell vetë çfarë? Bujarin. Të zgjell vetë çfarë? Të ruhet nga e keqja. Të zgjell pasaj dhe të bëhet akoma më i mirë, kur të bindet dhe të bëhet besnik që Islami është fe e vërtet dhe me këtë fe unë do shpëtoj ditën e gjykimit. Masi njeriu ta zgjell vetë këtë, çfarë thot Zoti në Kur'an? Fasanuyassiruhu lil yusra, ne do t'ja lehtësojmë çështjen e tij. A ka lidhje imponimi këtu? Zoti e din shumë mirë se çfarë ke në zemër ti, çfarë do të veprosh, a do të zgjellësh të mirën apo jo? Nëse shkon drejt mirës, edhe pse me gjunahe të ndryshme, do të ndihmoj. Ik thot, se meriton këtë. Vazhdon ajetet tash. E kundërta, wa amma man bakhila wastaghna, dhe i personi i cili është treguar kurnac, me fjalë, është për të dhënë, lëmosha, sadekat të ndryshme, e shtrëngon dorën. Ikre, lerahat e diun, bët ngorsh po deshë, mos zdumet pa me sy fare, tregot arrogant, i mendën madh dhe dorë shtrëngut. Wastaghna, dhe bëhet i vetë mjaftueshëm, domethënë shikon vetëm hallin e vet, as do me ditë fare për tjerët. Pastaj thot, wa kadhaba bil husna, jo vetëm kaq, por nuk ruhet nga e keqja, por shkon deri në atë shkallë sa fillon të përgënjështroj urdhën e Zotit. Zoti i thot mi fel, më beso mu se unë të krijova, ai thot s'du me të besu. Tregohet me ndjemall ndaj krijimit, tregohet me ndjemall dhe arrogant ndaj vetë krijuesit të tij, ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kur ky njeri i zgjell të kundërtën atij njeriu të parë, atëherë në fund fare çfarë thot Zoti? Fasanuyassiruhu lil usra, ne do t'ja lehtësojmë çështën e tij, do t'ja bëjmë rrugën e lehtë për me shku te e keqja. Për me shku tek e mira, kur robi zgjell të mirën ose ka njet në zemrën e tij të mirë, edhe pse me gjuna ndryshme shkoj tek e mira, Zoti merr përsipër çfarë? Me të ndihmu me të çute e mira, se ti vetë don të mirën. E kundërta, nëse ti je i kundërt tek ti njeriu të parë dhe don të shkosh tek e keqja dhe e zgjell vetë keqen dhe e keqja bëhet zakon tek ty dhe vetë në zemrën tënde, çfarë bëhet? Zoti do ta lehtësoj rrugën, don të keqen, unë shko tek e keqja.